Cilat janë projektet kapitale për si vjet nga Ministria e Kulturës? Projektet shqiptare, të cilat janë të kaluara në buxhetin e vitit 2016 të miratuara për vitin 2017 janë disa syresh, blen të përmendën dy për më të mëdhojave të cilat po trajtohen në vazhdimësi si projekte më të rëndësishme nga Ministria e Kulturës. Ajo është investimi markant që po ndodhet në Teatrin e Tetovës dhe Bibliotekën e Tetovës, dhe investimi i dytë është Teatri Shqiptar që po ndërtohet në Shkup. Janë këta dy investime të cilët kanë tërhequr më shumë vëmendje tek opinioni publik, shkaku që janë si objekte më të mëdha dhe për fatin e keq të tyre, njëri prej projekteve i Teatrit Shqiptar po zhagitet tash 2 vite. Për shkak të disa arsyeve, të cilat janë më shumë objektive, janë të karakterit juridik, por në bazë të informacioneve që kemi në Ministrinë e Kulturës, edhe kjo po tejkalohet dhe shpresojmë që viti i ardhshëm do të jetë viti të cilën Teatri i Tetovës do të shef një përshpjetim të punëve, ndërsa Teatri i Shqiptar besojmë që do të arrijë fundi i Golgotës, nëse mund të shprehem kështu, i aktorëve, të cilët po enden prej një teatri në teatr tjetër për të realizuar programin e tyre. Kemi edhe në qendrën për konservim, kemi për mirëmbajtje të kondicionerëve, kemi edhe kryerjen e punëve ndërtimtarisë të objektit që shfrytëzon Teatri Shqiptar në Shkup, Teatri për Fëmijë, Muzeu i Arteve Bashkëkohore, Qendra për Kulturë Gostivar dhe Galeria e Arteve. Janë disa projekte të cilat po trajtohen. Jemi në fazë të përgatitjes së projekteve për vitin 2018, projekte të cilat do të prekin në thelb problematikat e kahmosshme të institucioneve në thojza që udhëhiqen nga pala shqiptare, pasi nuk mund të ndajmë institucionet në shqiptare dhe maqedone, po janë institucionet të shtetit të Republikës Maqedonisë, por që menaxhohen nga shqiptarët në këtë moment. Neve po tentojmë që të bëjmë studimet përkatëse që të arrijmë të prekim në thelb me investimet tona të cilët parashohin për vitin 2018. Në fillim të muajit gusht, 8, 10 e më pastaj edhe në data të tjera keni pasur takime me përfaqësues nga shoqëri kulturore artistike, gjithashtu edhe artistë të ndryshëm, pjesëtar nga rock bende të ndryshme, të cilëve ju keni ofruar ndihmë dhe mbi gjitha keni diskutuar për manifestimin më të ri, i cili do të ketë Jehanja me bindur, vala e re kulturore. Mund na thoni pak më saktësisht për sa i përket përmbajtjes së këtij takimi, mirë po gjithashtu edhe çfarë më detajisht do të përmbajë ky manifestim? Në bashkëbisedimin që kemi pas me Ministrinë e Kulturës dhe me stafin ton që menaxhojmë këtë institucion tash e 2 muaj. Ka qenë idea parimore që neve të ofrojmë dorën e bashkëpunimit shoqatave jo qeveritare dhe artistëve të cilët bëjnë artin në Republikën e Maqedonisë të gjitha sferave. Dhe ndryshimi më i madh në këtë konkurs është që janë eliminuar nga gara institucionet shtetërore. Dhe direkt paret do të derdhen në shoqatat jo qeveritare, në grupe të artistëve të ndryshëm të cilët kultivojnë artin në Republikën e Maqedonisë. Kjo flet mjaft për ndryshimin e mendësisë së veprimit të Ministrisë së Kulturës, për qasjen që ka ndaj artistëve dhe për qasjen gjithëpërfshirëse ose tash që është në modë për të përmendur kjo fjala inkluzive. Dhe ne besojmë që me këtë do të arrijmë qëllimin që t'i ofrohemi çdo artisti. Takimet që kam pas unë, jo vetëm 2 ditë, por kam pas 1 javë ditë radhazi me të gjitha sferat e artit, duke nisur që nga valltarët deri tek rock grup bendet, dhe edhe pse ata ishin në një farë forme kanë kriju pabesi ndaj institucionit të Ministrisë së Kulturës, pasi Ministria e Kulturës një kohë të gjatë ka qenë mjerk, nëse mund të themi kështu, ndaj tyre. Neve besojmë që me punën tonë që do të bëjmë, me seriozitetin që po tregojmë në këtë konkurs, do të arrijmë që të kthejmë besimin e artistëve në Ministrinë e Kulturës, pasi Ministria e Kulturës fundit ekziston për të shërbyer artistëve, dhe jo e kundërta tjetër. Dhe neve besojmë që vera e re kulturore do të arrijë të çdo artist. Neve na është thënë nga Zavendës kryeministri i Republikës së Maqedonisë, Hazbilika, që t'u ndihmojmë atyre, të cilët deri tani kanë kultivuar kulturën shqiptare nga xhepi i tyre. Është koha që institucioni i Ministrisë së Kulturës të drejtohet atyre me dorën e ndihmesës dhe ata të bëjnë punën e tyre, ndërsa ne t'i shpërblejmë me atë përmundjen që bëjmë. Cila do të jetë mënyra më e arsyeshme ndoshta ose më e duhur për të kthyer besimin tek gjithë ata artistë të cilët ndoshta në gjithë këto vitje të udhëheqësisë tjetër të Ministrisë së Kulturës nuk është që kanë pasur shumë ndihmë ose kanë pasur ngecje në realizim të projekteve të tyre me anë të mjeteve të Ministrisë së Kulturës? Neve me takimet që kemi pas, kemi qenë shumë të hapur në diskutimet me ta. Dhe neve më shumë i kemi ftuar që të dëgjojmë.
pikë pari, që pastaj të gjejmë pikat e përbashkëta të bashkëpunimit, aty ku jemi dobët të përforcojmë pikat dhe aty ku jemi në rregull të vazhdojmë me punë. Kjo mënyrë e re e punës, kjo mendësi e re e punës, besoj që do të krijoj tash. Pabesia është krijuar ndër vite dhe neve nuk mund ta kthejmë besimin për 2 muaj. Por me hapat që po ndërmarrim, me buxheti i cili do të ndahet për kulturën shqiptare, por edhe për kulturën përgjithësi në Republikën e Maqedonisë, do të tregojmë që jemi për një mënyrë ndryshe të vepruarit, për një alternativë ndryshe të veprimit dhe besoj që artistët, ashtu siç e kanë konceptuar si një dorë e zgjatur e pajtimit mes Ministrisë Kulturës dhe artistëve, do ta pranojnë këtë dorë të zgjatur, e kanë pranuar, jemi ulur, kemi bërë projektet e përbashkëta, shpresojmë që të marrim pjesën tonë për të realizuar këto. Janë duke u përgatitur projekte serioze nga rock bandet shqiptare, të cilet për herë të parë janë bërë bashkë, grupet e valltarëve për herë të parë janë bërë bashkë, grupet e ndryshme të artistëve të artit figurativ janë bërë për herë të parë bashkë, dhe vetëm duke qenë të bashkuar, dhe vetëm duke qenë të vendosur drejt targetit të cilën ne e kemi që të shpërndajmë kulturën shqiptare në gjitha qytetet, neve do të arrijmë që të tregojmë se jemi për punë dhe jemi serioz për projekte dhe jemi ata të cilët do të detyrojmë një bashkëpunim, ose do të na detyrojnë ata më mirë, një bashkëpunim të jetë i ndërsjellë mes Ministrisë Kulturës dhe artistëve shqiptarë. Mbrëmja strugane të poezisë është manifestimi i cili ka pasur jehon, mirë po edhe jetëgjatësi, ndërsa nga ana tjetër gjithashtu dim që ka pasur edhe aspektin negativ për sa i përket anashkalimit total të kulturës shqiptare, përfaqësimit shqiptar, gjuhës shqiptare në prezantime etj. Cilat do të ishin hapat të cilët do të ndërmerreshin për ndryshim të realizimit të këtij manifestimi? Kjo që ju, këtë që keni arrit në konstatim dhe keni arritur në bazë të fakteve, në bazë të punës shumë vjeçare, të mbrapsht që ka bërë ky manifestim, ne të mbrapsht bisedojmë gjithmonë në kontekst ndaj shqiptarëve. Është ajo që biseduam që në fillim të intervistës, vimësia dhe pabesia e Ministrisë Kulturës që ka qenë kundrejt një palë të caktuar të shoqërisë në Republikën e Maqedonisë. Ka shembuj ku është treguar ndonjëherë më dërdhan, por në parim kanë qenë kundër dhe kanë qenë të determinuar për të dëmtuar në palcë një kulturë të një kombi. Tani, nuk po them se ne do bëjmë çuditëra, nuk po them se kam shkopin magjik, por në bisedimin që kemi me partnerët e koalicionit, jemi marrë vesh që të kemi një metodologji të re të punës, një bashkëpunim, një konsensualitet të plot në vendimmarrje që do të marrim për të mirën e kulturës së përgjithshme në Republikën e Maqedonisë, ku aty futet në një pjesë të madhe edhe kultura shqiptare. Dhe të gjitha këto përpjekje që do bëjmë ne për të forcuar, për të përmirësuar kondicionin financiar, për të përmirësuar kondicionin juridik ose kuadrin juridik për institucionet tona, do të shohim që nga ajo të gjithë do të reflektojë edhe te institucionet më poshtë në institucione lokale dhe besoj që mbrëmjet strugane meritojnë një menaxhment ndryshe, meritojnë një veprim ndryshe dhe një, nëse mund të themi, metodologji veprimi ose mendimi ndryshe nga kjo deri tani. Mbrëmjet strugane duhet të jenë inkluzive, duhet të përfshijnë dhe të reflektojnë popullatën vendase, duhet të reflektojnë realitetin gjuhësor në Republikën e Maqedonisë, duhet të ketë diskriminim pozitiv për të gjithë ata që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Do të thonë, është një palet vendime që duhet të merr ky institucion, të cilët duhet të jenë në përputhje me frymën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë. Sa është përfaqësimi total i shqiptarëve në Ministrinë e Kulturës veçmas në postet udhëheqëse? Tash do duket që po arsyetoj veten, por nga ajo që kam gjetë në Ministrinë e Kulturës, si numër të shqiptarëve janë 35% ose përndryshe 51% të punësuar. Në poste udhëheqëse, këshilltar, shefa sektorësh dhe zavend shefa sektorësh janë parafërsisht 8 të punësuar, që është një shifër relativisht e vogël. Kemi një marrëveshje gentlemane për ndarje të posteve me Ministrin e Kulturës. Kur e them gentlemane, në përbërje të koalicionit, në përbërje të asaj që quhet ndarje e drejtë, proporcionale.
jemi marrë vesh që sa po të mbarojnë cikli zgjedhor, sa po të na e lejoj ligji, neve të vehemi në punë për të ngritë numrin e shqiptarëve në pozicionet udhëhece. Po bëhet ndryshimi i ligjit për administratën, ligj i cili në palc ka dëmtu thujse shumicën e administratorëve të cilët kanë qenë të punësuar deri më tani në administratë, i cili ka qenë ligj shumë i ashpër në kritere për ngritje në karrierë. Ne mendojmë që ky ligj duhet pësoj ndryshime, kërkesat veç më janë bërë në qeveri, do të procedohen në procedurë parlamentare dhe pastaj do të kemi shumë më lehtë për të bërë ngritjet vertikale të njerëzve në karrierë dhe lëvizjet horizontale nëpër sektor të ndryshëm. Çka konsideroni si të domosdoshme për ndryshim ndoshta të menjëhershëm për sa i përket kulturës në vendin tonë? Çfarë mendojmë se duhet ndryshoj? Shumë çka duhet ndryshoj. Njëherë duhet zonë të mendojmë me mendjen e fitimtarit. Të jemi më optimist. Ta lëmë pesimizmin anësh. Vërtet që kemi dalë nga një sistem i një mendësie mesjetare, të bërve punëve në një mënyrë të çuditshme, të cilën edhe të gjithë popull që jetojnë në Republikën e Maqedonisë e panë që kjo rrugë nuk shpije askund, dhe të gjithë kërkonin një lloj ndryshimi. Është koha për të bërë ndryshimet e duhura. Besojmë që ne që kemi marrë të drejtën për të menaxhuar këtë institucion, kemi lexuar qartë vendimin e qytetarëve dhe të gjitha këto përpjekjet që i përmenda unë që nga fillimi deri në fund tregojnë për atë që jemi të gatshëm, dimë dhe mundemi për të ndryshuar shumë gjëra në kulturën përgjithësinë e Republikën e Maqedonisë, mirëpo në një partneritet të plotë me artistët, me ata që kultivojnë artin. Thash edhe një herë, Ministria e Kulturës ka zgjatë dorën e bashkëpunimit dhe besoj që kjo do pranohet edhe nga ana artistëve.